Nëna zbulon 40 vjet më vonë pse fëmia e saj u soll në mënyrë të çuditshme. Të bëhesh prindësh që nga momentet më të mëdha të jetës, nuk ka rëndësi nëse është herë e parë apo jo. Ndjenja është gjithmonë surrealiste. Fatkeqësisht, jo të gjithë përvojat e prindërimit janë planifikuara. Një fëmijë është një ndryshim i madh, por ndonjëherë mund të jetë e vështirë të përshtatesh. Ky është rasti një çifti, Joana dhe David, të cilët nuk kishin kohë të përgatiteshin për prindërimin. Bek nuk ishte një djalë i zakonshëm. Ai kishte karakteristika shqetësuese, të cilat vetëm u keqësuan ndërsa ai rritej. Joana dhe David nuk ishin menduar për të për vite me radhë deri një natë. Ndarja kishte qenë e vështirë, por gjithë ato lotë e zbutën. Ata kishin ndezur lajmet dhe të gjitha ato kujtime të fshehura u nxorën në dritë. Ishte ai, ishte Joshua. Ai kishte moshën, por padyshim ishte ai. Pse ishte ai në lajme? Çfarë kishte bërë? Pse ishin fotografitë e tij të ngjitura në të gjitha lajmet? Ata kishin ditur gjithmonë që kishte diçka të çuditshme për të. Ata e dëgjuan me kujdes ndërsa lajmëtarja zbuloi atë që kishte bërë Bek. Joana e befasuar tha: "Si ndodhi kjo? Si nuk e dinim?" Mund të gjurmohej pas atij ditari të fatkeqësisë. Nga një pamje të jashtme, çifti duke i zakonshëm. Tani në të 70-tat e tyre, ata jetonin një jetë të qetë, por jetët e tyre ishin përcaktuar nga një përvojë e paharrueshme. Gjithçka filloi kur Joana ishte 24 vjeç. Ajo kishte qenë e martuar për 5 vjet dhe kishte 3 fëmijë të këndshëm. David kishte bërë mirë për veten dhe familjen. Motra e Joanës, Becky, nuk ishte kaq e lumtur. Stili i saj i jetës ishte shqetësues për motrën e saj. Ajo kishte bërë gabime dhe vendime të këqija që kishin tensionuar marrëdhënien e saj me familjen. Abuzimi me alkoolin dhe një seri lidhjesh të pasiguruara kishin ndërprerë lidhjet e Bekit me familjen. Joana ishte e vetmja që mbeti në konak. Edhe kur jetët e tyre morën drejtime të ndryshme, dy motrat mbeten të afërta dhe kishin një dashuri të thellë për njëra tjetrën. Kjo është arsye pse Joana ishte e para dhe e vetmja që dinte sekretin e Bekit. Beki kishte mbetur shtatzën disa muaj pas largimit nga shtëpia dhe Joana, atëherë një nënë e 2 fëmijëve, ishte emocionuar. Ajo mendoi se kjo do ta mbante motrën e saj të lidhur. Joana e mori lajmin për shtatzaninë e Bekit shumë më mirë se sa pjesa tjetër e familjes. Familja e Bekit ishte habitur dhe zhgënjyer, pasi ajo ishte pamartuar dhe nuk kishte asnjë bab të fëmijës. Ata të gjithë i kthejnë shpinën Bekit përveç Joanës dhe Davidit. Një nga gjërat më të vështira për Bekin ishte heqja dorë nga alkooli gjatë shtatzanisë. Kur ajo e bëri këtë, gradualisht u dobësua më shumë dhe më shumë. Më pas erdhi koha për lindjen dhe tragjedia goditi. Joana ishte aty për Bekin kur ai shkoi në spital për lindje. Fatkeqësisht, Beki vdi gjatë lindjes dhe Joana u zemërua. Për të gjitha rreziqeve që lidhen me lindjen, ajo nuk e kishte menduar se do të humbte motrën e saj. Joana e ktheu mendjen tek fëmia dhe për një mrekulli, ai ishte relativisht i shëndetshëm. Pa nënë dhe pa babë dhe me një familje që nuk e donte, kishte vetëm një gjë për të bërë. Ajo nuk kishte nevojë të diskutonte as me burrin e saj. Joana vendosi të adoptojë fëmijën dhe stafi i spitalit përgatiti dokumentet. Davidi ishte i trishtuar për të mësuar për vdekjen e Bekit dhe i dha gruas së tij mbështetje të plotë. Ishte më e pakta që mund të bënte për Bekin. Çifti organizoi funeralin e Bekit, në të cilin morën pjesë kryesisht miqt. Familja e Bekit, përveç Joanës dhe Davidit, nuk u prezantua asnjë person. Çifti u mundua të kalonte përpara me jetën e tyre dhe i quajtën djalin Bek, pas emrit të nënës së tij. Ai u trajtua si djali i tyre. Familja donte që Bek të rritej me dashuri, pa pasur asnjë ide se ai ishte i adoptuar. Jeta familjare u kthye gradualisht në normale. Joana vuri re se kishte diçka të çuditshme në Bek. Ai nuk ishte shoqërues dhe duke se përkeqësoi. Vëllezërit dhe motrat e tij, fëmijët e Joanës, ishin shumë shoqërues dhe i jepnin një shembull të mirë për të. Ndërsa ai rritej, Joana vuri re se ai bëhej më keq. Ai donte të qëndronte i mbyllur brenda dhe vetëm dhe shpesh varte kokën në libra. Joana përpiqej ta pyeste për librat, por ajo përballej me një mur. Mësuesit e tij kishin të njëjtin raport. Bek nuk ishte i motivuar as në shkollë. Me ndonjë mënyrë ai kalonte në klasën tjetër. Ndoshta kjo ishte për shkak se ai donte të lexonte. Ai qëndronte i larguar gjatë fëmirisë së tij dhe Joana shpresonte për reaksionin e tij kur ajo do t'i thoshte të vërtetën. Ai ishte gjithmonë i mërzitur, pavarësisht kësaj,
Joana e dinte se ai e meritonte të dinte të vërtetën për nënën dhe familjen e tij. Çifti vendoset t'i thotë të Beck çdo gjë, duke përfshirë veprimet e gjyshërve të tij kur ai mbushi 16 vjeç. Natën para se ai të bëhej 16 vjeç, David dhe Joana i thanë gjithçka. Prindrit e Joanës kishin ndërprerë lidhjet me të kur ajo adoptoi Beck. Ata nuk donin të kishin asgjë të përbashkët me Beckin dhe fëmijën. Megjithatë, ata shpejt u penduan për ndërprerjen e marrëdhënieve me Joanën, por ajo nuk do të kishte asgjë të përbashkët me ta. Beck ishte tërhequr dhe i qetë gjatë gjithë zbërthimeve. Kur u pyet se si po e merrte lajmin, ai tha se nuk e dinte gjithë këto vite. Ai kishte dyshuar se ata nuk ishin prindrit e tij biologjik dhe konfirmoi dyshimin e tij kur gjeti dokumentet e adoptimit, ndërsa po kërkonte gjëra. Ai nuk ishte zemëruar që ata nuk ishin prindrit e tij, por që ata ja kishin mbajtur të vërtetën. Ky zbulim e bëri atë të riqej dhe të mos ndërtonte asnjë marrëdhënie të qëndrueshme me ta. Beck ishte vendosur të largohej sa më shpejt që mundej. Ai kishte kursyer nga puna e tij anësore. Prindrit e tij nuk dinin as që ai kishte punë. Ata nuk e donin këtë, por ai ishte i vendosur. Joana dhe David përpiqeshin ta ndihmonin djalin e tyre në çdo mënyrë që mundin dhe përpiqeshin të mbanin kontakt me të. Shpejt përgjigjet u bën gjithnjë më të pakta. Vëllezërit dhe motrat e tij gjithashtu nuk arritën të mbanin një marrëdhënie me të. Pasi Beck u largua nga apartamenti i tij dhe prindrit e tij ose vëllezërit dhe motrat nuk dinin ku kishte shkuar, ishte sikur ai të ishte zhdukur nga faqja e dheut. Ata morën një adresë nga pronari më parshëm i apartamentit, por gjitha letrat e dërguara atje u kthyen pa u dorëzuar. Më vonë ata zbuluan se ishte një adresë e një godine të vjetër të shembur. Ata friksoheshin se më e keqja kishte ndodhur. Ata e kërkuan për muaj, por Joana vazhdonte të shpresonte. Kaluan vite dhe Joana dhe David vazhduan jetën e tyre. Ata kishin bërë edhe pasardhës gjithashtu. Një natë, ndërsa dëgjonin lajmet, kishte një raport për një krim të ri. Hakim. Ishte një koncept i panjohur për ta, pasi ata nuk përdornin shumë kompjuter, por një fytyrë e njohur të roqi vëmendjen e tyre. Nuk ishte thjesht një foto e zakonshme, ishte një foto e të burgosurit Beck. Ai ishte në krye të këtij krimi të ri dhe kishte zhvilluar mjete dhe sisteme që ishin breslënse. Beck u arrestua pas një hetimi të madh për Hakim që çoi policinë te ai. Policia ishte habitur për inovacionin e Beckut, duke parë se ai kishte lënë shkollën. Një seri teste shpjeguan inteligjencën unike të Beckut. Rezultatet treguan se Beck kishte një shkallë inteligjence prej 172, 12 pikë më shumë se Einstein. Një hetim i thellë nga Joana dhe burri i saj, që ishin të habitur, zbuloi se Beck ishte punuar për një sistem hakimi në fshehtësi që nga mosha 20 vjeç. Genialiteti i tij përputhej me zhvillimin e internetit dhe ishte padyshim një nga mendjet më të ndritura të kohës. Pas arrestimit, policia dinte se çfarë të bënte me të. Në vend që ta dërgonin në burg, inteligjenca e tij e jashtëzakonshme do të përdoren në luftën kundër këtij krimi të ri. Ai u bë një nga këshilltarët më suksesshëm në vend. Edhe kur prindërit e tij dinin që nuk mund ta shihnin, të paktën ata e dinin që ai ishte gjallë.